Në ato momente ku shpall pavarësia Kosovës, çush e keni prit? Çush jeni në ato momente? Valloj mirë. Valloj për pavarësia dherë gjak. Kanë sakrifiku njerëz, familje, ka njeri që i ka dhonë krejt familjen, familja e modhe Adem Jasharit, e shumë familje tjera, kanë dherë gjak për këtu, jo veç lufta e UÇK-s, po edhe ma heret, e gjithë, kur pavarësisë s'kena pas 2008-ën, O, një më Fadil për pak. u shpall pavarësia, po i sholla dina me mojt, po i plesë kanë thonë ma zëron me mojt, se me boni sen. Zena po dina me mojt. Se di qysh i kena harru ato vojtjet e sakrificën poplit qysh e kem pas na. Kush ka vujt nuk e harron kur. Po ta tham një fjallë, kush ka vujt, asnjëherë nuk e harron. Ai që s'ka vujt e harron. Une jam një mosh mesatare, jo fort prej moshave që kanë përjetu më herët që tha Sinoni dhe para kësaj luftës të fundit, veç e dim që lufta e Tahirmejes, lufta e Besimdresës, e shumë Besimdresë, Tahirmeja janë që nuk përmenën sot. Edhe lufta e fundit me Adem Jasharin që i dha kunor, edhe pavarësia u fitu me mun, me gjak, theti që në një, në mire në një, mirë po atë borën e modhe, atë qontën e ronë, kër e hjek, po e banë menë që dha Sinoni me mojt është pak ma zorë. Se atë qontën e ronë e hjek, po banë menë që kime qita petë dhe kime rogtu, edhe me po atë dritën që shtojnë në fund tunelit, për me qudin vena manetin e dëshmorëve të ronë. Kush ka vujt, nuk i harran këto. Kush ka vujt, t'jam i kjartë. Kush ka vujt, nuk i harran. A kush s'ka vujt, jo, peshohme dhe sot, na jemi në për popull, na jemi 24 orë me njerëz, gjithmonë me njerëz, s'po tham të hujtë, s'jemi të hujtë asnjë, po t'ja shpijes tonë, apo kupton, me njerëz që kënojmë edhe kem kontakte. E shohëm që ka, na jem pasyre, apo kupton. Na jem pasyre, na reflektojmë, apo kupton. Jo për keq asnjëherë, mirë po mundohemi me javë që shtojnë vesh, me javë lonë vath, këtë fjallën e sakrificës, fjallën e mundit, prej para 1912, për kohës ta me delise, aty në burrave, po dikujna e len, dikujna s'ja len, su gjithë qështuar, të ke po i ko 4-5 djemë, baba, do janë ma të mirë, ja vlen kry, dove hyq. Po dhe gishtat e një dorës nuk janë njejtë. Qashtu jenë. Adila, i na bo pike 5, bre na mas lufte. Po që fërë dhe. Imë punë musanet, gërbeti, qashtu. Tash, as po munësh për mes kongës sharkis mi bo bashkë, bre, Sinan? Tu më në u po. Nuk bohen bashkë. Veç vujtjet i kishin pas bo popullin tunë bashkë. Vujtjet, gjithmonë në sondim, në Serbi, ma të bashkumi më konë para luftë, nështë ta pa vullim keq, ma të bashkumi në konë para luftë, se që tash. Sinan, Zen, Fadil, Po. sonte e kumëru edhe një sand veçant me ju për pambarësi. Sonte a peshe e kam emisionin e 100 sofre Saliju. Hajde pra herë. A dikush Fellini na ka respektu me një tortet veçant. Po e shoh Fellinin. A peshe sa e mirë Po, për 100 emisionet E radha. njohëm Fellinin. Ashtu si kjo torte, Fellini i realizon edhe do tortet mira. Prej 1 kilogram shi dhe 1500 kilogram torten më të modhe. E ban, ama interesant, krejt tortet se i ka me standard, i ka krejt bio, krejt ato aromat, e ngjyrat nuk i ka artificiale, po i ka bio taman tortet që janë të mira. Fellini, shija që na bashkaj. Inshallah ta uron edhe 100 tjerë Fellini. Po, inshallah Fellini gjithmonë ka ditë edhe Fellini, din me respektu. Falënderit shumë Fellini. Zoti të ruaj. A di shka për neve ta shpresin ma shumë kongë, thejnë, pavarësia pja futin bisedë dhe la, a kënojnë a di shka të disporum, tim 3 pa për thëjnë këta 3. Po, që shjo. A po kënojmë di shka? Po, mërë me njëherë. Hajde zema e kënof, që Hajde, dini mas mirë, ti Fadil. E ka violinën dijet, halo. Po, e ka. Pa ti e ka një shita